Shihni me vëmendje këto fotografi të Albin Kurtit. Të dyja janë fotografi të rreme. Kurti nuk është taku kurr as me Koshtunicën te burgu, as me Sheshelin. Shikojeni edhe fotografinë e Hikmet Bajramit. Po ashtu është fotografi e montuar. Pamje absolutisht e tmerrshme, perverze, është abuzim. Shikojeni edhe fotografinë e Vjosa Osmanit. Po ashtu është fotografi e montuar. Në vend të Osmanit është një person tjetër. Shumë mirë që tashmë Osmani ka kërkuar hetim policor për këto fotografi të montuara. Janë vetëm disa prej fotografive më virale ditëve të fundit. Përveç fotografive në këto zgjedhje kam vërejt edhe shumë video me inteligjencë artificiale ose deepfake. Janë kryesisht video që tentojnë me çu përpara një narracion të caktuar politik. Për shembull, në një video të famshme thuhet se kinë mergjimtarët s'kan me votu vetëvendosin. Në një tjetër video thuhet që kanë me votu vetëvendosin. Një video tjetër që ka qarkulluar javëve të fundit thuhet ose pasqyrohet një e pavërtet, kinë LDK-ja ka bë koalicion me listën serbe. Shumë njerëz komentonin në video, e merrnin seriozisht përmbajtjen e videos, pa e vërejtur që video është deepfake, pra video e rreme. Këto zgjedhje janë të para zgjedhje ku realiteti politik po sulmohet nga inteligjenca artificiale, me video e fotografi të montuara. Përmes këtyre videove normalisht po deformohet realiteti dhe po ndërtohet një realitet iluziv, i paqen. Përmes këtij realiteti alternativ, synohet me kriju terren për vota. Mbi gjitha, kjo metodë e rrit hendekun e përçarjes dhe polarizimit të skajshëm në shoqëri. Një punë të mirë është duke e bë hybrid.info. Megjithatë, mbrojtja e demokracisë është absolutisht detyrë e secilit prej neve. Demaskimi i këtyre përmbajtjeve sot është akt patriotik.